Në moshën 89 vjeçare e ka mësu Kur'anin me lexu. Sa më shumë që të lexojmë Kur'an, aq më lart do të ngritemi në xhenetet e Zotit të Madhëshëm. Nëse ishe qu një mëngjes edhe e kështë pas që Allah ka ngrit Kur'anin kështu pej zemrat njerëzve dhe pej fletëve, qysh ishe një? Subhanallah. Shënjestër.net Imam tash në vitin 21 të kë, pej qëllimeve kryesore që ja kam vendosur vetes që nga fillimi i marrjes së detyrës së imamit ka qenë pikërisht marrja me Kur'an. Natyrisht një fokus të veçantë japim këtyre ditëve të Ramazanit tek hatmja, pra tek banja me hatmes. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë ai i cili e mëson Kur'anin dhe ka vështirësi, ka dy sevape, një që e mëson dhe tjetra që ka vështirësi. Ajo që ka na gëzon më shumë kur t'jem tek nxënësit është kur ata jetojnë me Kur'an, kur jetën e tyre e kanë moralizuar me Kur'an, kur ditën e tyre fillojnë me Kur'an, natën e tyre përfundojnë me Kur'an, morali i tyre është Kur'ani. Do të ishte mirë sikurse t'ja caktoj një minutazh vetes sot, për shembull 10 minuta, 15 minuta, ditore që ne merrem me Kur'an. Dikush mund të thotë 10 minuta, 15 minuta janë pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë, puna më e mirë është ajo që është pak, por se është e vazhdueshëm. Dëshira dhe vullneti i tej kalon edhe moshën, edhe sfidat, edhe ta quaj atë pengesa të cilat mund të ketë njeriu. Për Zotin, shumë xhamatlit të cilët kanë qenë shumë të shtyrë në moshë. Kur po flas për moshën e tyre, po flas mbi 60, 70, ose kam përmendur edhe më herët kem pas një haxhiz rahmeti pas shpirti, i cili në moshën 89 vjeçare e ka mësu Kur'anin me lexu. Zoti i Elshanu çdo pejgamberit i ka dhënë një mrekulli. Dhe mrekullinë që Allahu i Elshanu ja ka dhënë pejgamberit ai sa është ky Kur'an. Ky Kur'an do të jetë deri në ditën e Kiametit. Vendi jonë, xhenet do të jetë tek ajeti i Kur'anit i fundit që e kemi lexu. Do të sa më shumë që të lexojmë Kur'an, aq më lart do të ngritemi në xhenetet e Zotit të Madhëshëm. Më kujtohet shumë mirë, por dhe i vrej të gjithë djemtë e ri që vinë dhe falin tek xhamia, xhamati që janë, fillet e tyne edhe të fetarisë të tyre të quj ka qenë pikërisht të shkruanet e para të Kur'anit. Prind, do të ishte mirë që në mbrëmje, një minutazh, së bashku ta kalojmë me Kur'an. Ato të marrëm se cili të lexon qoftë edhe 3-4 rreshta ose 1/3 në faqe ose gjysmë faqe, secili bashkë me fëmijët e tina. Po ashtu ndonjëherë të marrëm një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe e fundit me lexuar ka pak historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për shkrimin më të bukur Muhamedi alayhi salatu wassalam e bën thotë cila është shkalla e ihsanit, e asaj mirësisë, me thonë kështu. Thot shkalla e ihsanit është me adhuru Allahun sikurse me pa. Po edhe nëse ne nuk e shohim, ai neve na sheh. Pra këtë ndjenjë kur ne e kemi para vetes, para se të hyjmë në namaz, atë natyrisht atë përkushtimi jon do të jetë edhe më i madh. Mos të harrojmë kur të jemi në namaz, ta kujtojmë se xheneti është mbi kokët e tyre, por ta kujtojmë edhe zjarrin që është nën këmbët e tona. Njëra prej teknikave të ruajtjes së Kuranit është ta lexosh atë në namaz. Natyrisht pjesë cilat i lexojmë më shpesh në namaz, ato i kanë më të mirë. Më mirë se sa ato cilat i lexojmë mirë po marrë. Ku dush? Nëse ishe qu një mëngjes edhe e kështë pas që Allah ka ngrit Kur'anin kështu pej zemrat njerëzve dhe pej fletëve, qysh ishe një? Subhanallah, nuk do të ishte ndonjë çudi, do të vijë edhe moment që do të ngriten shkronjat. Mirë po nga Kur'ani, mirë po natyrisht nuk do të jetë nga mendjet e njerëzve, nuk do të ngriten kurrë. Zoti i Madhëshëm thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne e kemi zbrit Kur'anin. Pra Zoti i Madhëshëm ka zbrit. Dhe ne jemi rujtësit e tina. Pra Zoti Gjellëshanu ka garantuar rujtjen e këtij libri. Dhe vetë fjala Kur'an e ka marrë këtë emër një libër i cili lexohet shumë, pra rreth prej folës qara'a, lexo. Dhe fjalën e parë që Zoti Gjellëshanu na zbrit është fjala lexo. Pra ky libër lexohet aq shumë sa që është e pamundur të humbë, nuk është sikurse librat e tjerë. Pastaj një specifik që ka ky libër është që sa më shumë që ta lexojmë, dashuria për të rritet më shumë. Shënjestër.net